Pacha me ju vëllezër dhe motra, sot është një ditë e veçantë se përkujtojmë Shën Terezën e Avilës, një Shën Terezë shumë e dashtën për mistikën, faktin se ajo ka kënë një ndihmë edhe për shpirtërinë në kishë, dhe në fakt ajo është mesuesja e kishës, ka ndihmuar shumë në reformin e Karmelit dhe reformin e saj, bashkë edhe me Shën Gjonin e Kryqit, e kanë shpërndar në shumë vende, me shumë manastire. Dhe Shën Tereza na kujton sidomos dashurinë e fortë ndaj Krishtit. Zoti është gjithmonë burimi i dashurisë. Edhe Zoti ka fuqi me shndërru zemrat tona. Që me të vërtet ne të jena të ndezhur flakë dashurie. Edhe ajo ka përjetuar këtë gjë. Ka përjetuar edhe me Ken, një person që me vështirësi edhe jeton një jetën shpirtërore, edhe disa herë edhe si një lloj edhe mediokritet, por ka pas një hir të veçantë, që Zoti vetë ka pas si një eksperiencë mistike, kur Zoti nëpërmjet një engjëlli e ka prek zemrën e saj edhe ka ndez zjarr dashurie. Edhe ajo thot, nëse lexojmë, nëse lusim liturgjinë e oreve, në liturgjinë e oreve, në shërbesën e leximeve, na flet për faktin e dashurisë e Krishtit që na thërret që ne të duam atë. Edhe thot që nëse Zoti na prek, nëse ai na dhuron këtë dashuri, do të thënë që ne të duam me të vërtet, me hirin e tij, gjanat lehtësohen. Po mirë, sot Ungjilli ka në qendër dashurinë e Zotit, dashurinë e përvojtur që Zoti ka për ne. E ai dëshiron që ne të kthehemi tek asaj, tek ajo dashuri. Edhe unë jam i pari që kanë nevojë për këtë punë, që të kthehemi ka dashuria e përvojtur të Jezu Krishtit. Le ta dëgjojmë Ungjillin e ditës. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Porse vaj për ju, o farisejnë, që jepni të vjetën e mendrës, të ryzës e të çdo barishtaje, por e qitni pas shpinën e drejtësinë dhe dashurinë e hyjit. Këto të fundit është dashur të bëhen, e ato të parat s'është e dashur të lihen. Vaj për ju farisejnë, sepse ju a ka enda katedrën e parë në sinagoga dhe përshëndetet në sheshe. Të mirët ju, sepse jeni por si varrët që nuk shihen e njerëzit paditur ecsin mbi to. Atëherë një mesues i ligjit i tha, mesues, ti duke folur kështu, po na fyen edhe ne. Vaj edhe për ju, mesues të ligjit, i përgjigji Jezusi, sepse u ngarkoni njerëzve barë që mezi mund të mbartën, dhe sa ju vetë as me gisht të dorës nuk i prekni. Fjala e Zotit, lavdi ty o Krisht. Në liturgjinë e fjalës e sotme, duke pas parasysh edhe leximin e parë, që është pjesën e parë të kapitullit e dytë të letrës drejtuar Romakëve, mund të themi se Zoti na defton, na thërret që të kthehemi tek dashuria e tij të përvojtur, të paktën duke na nënvizuar 4-5 gjëra. Gjë e parë, duke përmendur letrën drejtuar Romakëve, që ne të kthehemi
tek përvujtërisë e mos gjykimit ndaj të tjerëve. Shën Pali thot, kush je ti që gjykon të tjerët, por bën të njëjta gjëra. Ne kur gjykojmë të tjerët, ta dim qartas. Nëse kena me kërku në zemrën tonë, do të gjejmë që ne bëjmë të njëjta gjëra. Ndoshta jo pikërisht në mënyrë konkrete njësoj, por kemi të njëjtat lëvizjet e zemrës që kanë të tjerët kur bëjnë gjëra që bëjnë. Tër tjetri është një pasqyrë për ne, që ne ta shohim brendësinë e zemrës sonë. Krishti vjen na ka thënë në Ungjilli që është bashkuar me këtë pjesë e këtij Ungjilli që kena dëgjuar sot, na thot me pasu përpara brendësinë e zemrës, e kupës, që tana gjërat e tjera të jenë të pastër. Mirë, tjetri është një pasqyrë që ne ta shohim realitetin tonë. Edhe që të kthehemi, që të kemi edhe ne durim me të tjerët, që durimi që Zoti ka ndaj nesh është një durim plot dashurie që na fton që ne të kthehemi. E nëse Zoti është i durueshëm me ne, i durueshëm si një babë që dëshiron me të vërtet të mirën e fëmijëve të vet, atëherë edhe ne aq më shumë kena nevojë me edhe ne të durueshëm me të tjerët, edhe sa herë me gatojmë duke mos kënë të durueshëm. Pasaj në Ungjillë, Krishti na tregon që me kënë të përvojtur në dashuri, do me thënë që të mos kërkojnë vendet e para, por vendin e fundit. Jo sepse ne jena ma të keqit, ose jena të padenj, nuk e di. Jo, kjo nuk është përvujtëria e vërtet. Përvujtëria e vërtet, që është përvujtëria Krishtit, është që unë marrë vendin e fundit, unë në shtrohem, shkoj poshtë, sepse për dashuri dëshiroj me lartë e su tjetër. Kjo është punë që bën Zoti, Krishti me ne. Pastaj, me kënë të sinqert, jo me kërku me tregu diçka që nuk jena, sepse Zoti na njeh me thellësi, edhe nuk kena mundësi me kënë fshehur për balti, duke kënë, si thot Ungjilli, si varrezat, që duken janë të bardha, janë bukur jashtë, por brenda e kanë në vdekjen. Jo, Krishti dëshiron që ne të jena të sinqert, që të mos kena frikë me të ftu edhe dobësitë tona, duke ditur se Zoti na njeh dhe na don, dhe nuk kena nevojë me pretendu, me paraqit diçka tjetër për me kërku dashurinë të tjerëve. Krishti tashmë na don, duke na njohur në thellësi. Pastaj, një gjë tjetër që na dëfton edhe përvujtërinë e dashurisë, është që të mos pretendojmë në të tjerët edhe çfarë ne nuk kërkojmë për vetes sonë. Bile ma shumë, të krishterët të rritur janë ata që edhe kërkojnë ma shumë për vetvetes se sa kërkojnë për të tjerëve. Ma mirë me mos pretendu asgjë për të tjerëve. Do të thënë, me kënë fort me veten tonë edhe të butë me të tjerët. Kur ajo dashtë Zoti që sot edhe me nëmetësimin e Shën Terezës së Avilës, të kthehemi tek dashuria e përvojtur të Jezusit. Që lëftu Krishti.